Të organizuar nëpërmjet rrjeteve sociale, një grup të rinj kanë protestuar para piramidës në kryeqytet e më pas në ambientet e Ministrisë së Jashtme, duke kërkuar zbardhjen e vdekjes së shqiptarit të burgosur në Greqi Kudret Kume, i njohur dhe si Ilia Kareli. Protestuesit me flamuj kombëtar në duar gjatë protestës tek Ministria e Jashtme kanë kërkuar reagimin e ministrit Ditmir Bushati, pasi sipas tyre shteti shqiptar nuk mund të pranojë atë që Greqia bën, duke liruar të gjithë gardianët dhe pse akuzohen për tortura dhe vrasje. Servilizmi këtyre është më i keq se sa racizmi i grekëve. Çfarë kërkoni ju nga Ministria e Jashtme? Të dalë në një reagim zyrtar, të kërkoj zbardhjen e ngjarjeve, të kërkoj dënimin e gardianëve të cilët janë lëruar në sytë e gjithë botës sikur s'ka ndodhur asgjë gjë. Gjatë marshimit nga piramida tek Ministria e Jashtme nuk u shënua asnjë incident mes protestuesve dhe uniformave blu. Aktiviteti u monitorua në distancë nga patrullat e komisariatit numër 1 dhe 2 për të siguruar mbarvajtjen e tubimit, pasi më parë për organizimin e kësaj proteste ishte dhënë leja nga drejtoria e policisë së kryeqytetit.